Sa konkurrent marrin pjesë këtë vit, profesor? Po, numri varion mbi 100 konkurrent, por e rëndësishme është kualiteti që ata binë dhe si vjetë, sidomos do të kemi një garë shumë të fortë në kategoritë e larta. Si vjetë nuk e kemi pas ndoshta, por kjo tregon interesin që kanë ato profesionistët, se tashmë ata janë sidomos studentët dhe ato të bachelorit dhe master që nuk konkurrojnë, kuptohet ata vinë me cilësi tjera. Por, si që tha drejtori organizativ, ky është një jubilar, është 25 vjet dhe unë jam shumë i kënaqur si një nismetar i këtij aktivitetit, pra që për 25 vite vazhdojmë të organizojmë dhe ku më mirë se këtu në tempullin e teatrit Migjeni këtu në Shkodër. Dhe kjo është një arritje e madhe që vjen në dispozicion të këtyre fëmijëve, talenteve të reja, që nga mosha 7 vjeçare deri 23 vjeç, pra është promovimi më i mirë që i bëhet atyre dhe ku më mirë se në Shkodër, jo vetëm në teatrin Migjenit, por edhe në qytetin e bukur të Shkodrës, promovohen vlerat e tyre. Fëmijët këtu do të shohin njëri tjetrin, do të shohin shkollat artistike, pra nivelin e cilësisë shkollave, pra bëhet një lloj bashkëpunimi edhe i shkollave artistike, por njëkohësisht do të ketë pjesëmarrje edhe fëmijëve që e kanë për pasion, jo vetëm atyre që vinë nga shkollat artistike, pra ka hyrë një risi që prindrit janë angazhojnë fëmijët me artin për te kompjuterave e për te internetit, pra të merren me një instrument, ta mësojnë atë edhe për pasion dhe dikush edhe pse jo ta ketë një të ardhme për jetën e tij. Nga cilat vende vinë pjesëmarrësit? Kuptohet pjesa më e madhe janë nga Shqipëria, por vazhdojmë të rrymë ato lidhjet e tradicionale që kemi me Kosovën, me Malin e Zi, ka edhe nga Italia në një, por kryesisht këto janë Maqedonia kemi si mjetë që vinë, pra është rajoni që i përfshin, dhe edhe antarët e juris do të jenë kryesisht nga këto rajone, nga Kosova, Shqipëria, Shkodra, Mali i Zi, që do të jenë dy dhe jurish që do ndjekin këtë kompeticion. Pra të ndamen në 2 kategori, janë piano, fizharmonik dhe veglet e frymës instrumentet të ungjit, dhe tjetër janë harçi, kitarë dhe kanto. Pra që në natën finale, në ditën e shtunës, do të jetë një natë finale e bashkuar me gjithë antarët e jurisë, dhe ku do të jetë të përzgjedhur ato që kanë marrë çmimet e para në çdo kategori, kuptohet, jo vetëm, dhe do të jetë besoj do të jetë një garë e fortë, transparente për ta pasur kujtim edhe fëmijët, por edhe prindërit këtë aktivitet. Cila është mosha më e hershme dhe ajo më e rritur? Fillon në moshën 7 vjeçare, pra kategoritë janë kry 3 vjeç, kategoria A fillon nga mosha 7, 8, 9 vjeç, kategoria B 10, 11, 12, që i përkojnë me klasë 4, 5, 6, dhe 7, 8, 9, vjen shkolla mesme dhe cikli i lartë. Pra janë rreth 5 kategori që klasifikohet dhe secila do të ketë nga 3 çmime, pra që do shpërblehen me diploma, dhe gjithë pjesëmarrësit do të kenë certifikata pjesëmarrje për këtë event. Faleminderit.